nuk e dija kuptohen. Që do të thotë që Komisioni Evropian i konsideron të përmbushura detyrat e Shqipërisë për këtë fazë dhe për të ashtu quajturat piketat të ndërmjetme. Dhe tani është komisioni që po diskuton me shtetet anëtare. Dhe të thuash këtu u bllokua nga X-i apo nga Y-i është të shesësh ajër. Dhe kush beson se ajri blihet, e blen. Por ky proces ka një nevojë të veçantë për ju, njerëzit që jeni mes këtij procesi dhe opinionit publik, për ta kuptuar si funksionon dhe për ta transmetuar tek opinioni publik, sepse është një proces që kërkon vërtet studim për mënyrën si funksionon.